Ta shafula dhe ashtë lloj mesazhi që ka pres për tyne, po provej shumë shkurt me thonë për LDK-n. Unë besoj që mbrana LDK-s duhet me mbizotëru zëri i arsyes mas zgjedhjeve të 28 dhjetorit, sepse unë mendoj që qelsi i blokadës ka qenë pozicionimi i ngurt i LDK-s që asane, prandaj besoj që ata njerëz që me të vërtet e dojnë LDK tradicionale, cila i shërben kauzave të shtetit, pra shtetë ndërtimit, institucione ndërtimit. Unë besoj që ishtë dashtë me pas hapësirë më të madhe dhe tek ose mbështetje prej votuesve. Unë po i përmeni disa emra me që i përmena edhe në tjerat. Jehuna Rëshakun, se kam pas kolege studimeve, respektoj shumë. Adelina Thaqin, tomë që jemi të njane. Besjan Mustafën e kam për qefi. Arben Gashtës, sepse ka qenë, mendoj që një ndër deputet që me gjatë ka qenë pak ma i arsyeshëm në statat caktuar me gjatë kohës blokadës. Besnik Osman, gjithashtu një njeri që realisht ka punuar për institucione shumë dhe një me metodë personalisht është, besoj që kështë mujtë me dha kontribut. Berat Rukishin po e përmeni për shkak që është i anës tunë, po nuk di në qeverisje si mundet me ba. Shqipe Pantinën e kemi pas kolege këtu dhe më për vete respektoj që më edhe shpresoj që kalon. Pra këta këshën me qenë disa prej emrave që i përmenda, por po thamë lista LDK-s ofron emrat jashtëzakonisht se tam